Në Kosovë, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë partuar që më datën 8 dhjetor të mbledhin parlamentin për të zgjedhur kryesinë e tij dhe për të votuar qeverinë e re në bazë të marrëveshjes për bashkëqeverisje që u arrit javën e kaluar. Asnjëra palë ende nuk ka dhënë hollësi, por tashmë duket përfundimisht që qeverinë do ta drejtojë Lidhja Demokratike, ndërsa Partia Demokratike do drejtojë parlamentin me synimin që në vitin 2016 të marrë edhe postin e presidentit të Kosovës. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë atje, Leonat Shehu. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë duke përmbyllur procesin e ndarjes së pushtetit dhe tashmë janë duke përcaktuar postet ministrore dhe harmonizimin e programit qeverisës. Ato synojnë që përmbyllja procesit të ndodhë në një seancë të parlamentit me datën 8 dhjetor për të zgjedhur udhëheqin e tij, më pastaj të votohet edhe për qeverinë e re të vendit. Udhëhecit e të dy partive u priton në orët e pasdites nga presidentja e Kosovës për të njoftuar me përgatitjet për formimin e institucioneve të reja të Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike Hashim Thaçi nuk deshi as sot të japë më shumë hollësi rreth ndarjes së pushtetit ndërmjet dy partive, që ai cilësoi si të qendrës së djathtë. Kjo marrëveshje e këtyre dy partive është marrëveshje e partive me vlerat e përbashkëta, me interesat e përbashkëta, të qendrës së djathtë, një marrëveshje kjo që do t'i hap perspektivë ndërtimit të institucioneve stabile, e qeverisje të mirë, efikase, efektive, të luftës kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe të orientimit euroatlantik për të antarësuar Kosova dhe në NATO dhe në Bashkimin Evropian edhe në OSBE dhe natyrisht duke ruajtur gjithmonë raportet tona të posaçme speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Lidhjen Demokratike pohojnë se ajo do të udhëheqë qeverinë në bazë të marrëveshjes së arritur me Partinë Demokratike, pak kohë pasi që posti i kryeministrit u bë shkas edhe i ndarjes së saj nga koalicioni pasgjedhor me Aleancën për Armërinë e Kosovës, Nismën për Kosovën dhe Lëvizjen Vetëvendosje. Ato e kritikuan ashpër marrëveshjen për koalicionin e ri dhe veçanërisht Lidhjen Demokratike për prishjen e bllokut politik me to. Të mërkurën në mbrëmje, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës u pajtuan në parim që të formojnë institucionet e reja gati 6 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Që atë natë diskutimet janë përqendruar rreth posteve kryesore dhe sipas vëzhguesve, Partia Demokratike përveç postit të kryetarit të parlamentit, po kërkon edhe garanci për mbështetjen e Lidhjes Demokratike për postin e presidentit të Kosovës, një pozitë që duhet të plotësohet në pranverën e vitit 2016, kur edhe s'ka dorë mandati presidentës Atifeti Jahjaga. Sidoqoftë, marrëveshja së mërkurës pritet të jap fund bllokadës së gjatë politike që e vuri Kosovën në krizën më të thellë institucionale që nga shpallja e pavarësisë së saj në vitin 2008. Kjo është hera e dytë që Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike merren vesh për koalicionin qeverisës. Ato së bashku qeverisën vendin nga viti 2007 deri në vitin 2010, kur vendi shkoi në zgjedhje të jashtëzakonshme pas përplasjeve ndërmjet të dy partive, për shkak të procesit të privatizimit dhe dorëheqjes së presidentit të atëhershëm të Kosovës, Fatmir Sejdiu. Nëse gjërat shkojnë sipas planeve të deritashme, kjo do të shënonte herën e parë që Lidhja Demokratike do të merrte postin e kryeministrit që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.